Mirë se erdhët edhe në një episod të radhës në Kosova Gjë Podcast. Është i fundit për këtë muaj, një muaj mjaft simbolik që shton nevojën për kujdes, sidomos ndaj grave që të kujdesen për veten, të vazhdojnë kontrollet e vazhdueshme që ta parandalojnë diagnostifikimin me kancerin e gjirit. Edhe tema që do ta flasim sot lidhet pikërisht me një profesionist të kësaj fushë. Pra janë ata persona të cilët çdo ditë luftojnë me vullnet për jetën e tyre, por edhe si çdo luftë edhe lufta e vazhdueshme me vullnet për jetën, edhe çdo luftë ka heronjtë e vet. Unë kam sot një prej tyre, është pra ai që udhëheq se klinikën e onkologjisë në QKUK, zotri Ilir Kurtishi. Mirë se na erdhët dhe faleminderit shumë që në këtë muaj kaq ngarkuam gjetët kohë dhe na bashkuat këtë podcast flasim edhe për karrierën e juaj të përditshme, por edhe për ndërgjegjësimin më të madh në këtë muaj. Mirë gjej, edhe është kënaqësi me qenë pjesë e misionit dhe me nda disa informacione të cilat janë të vlefshme për qytetarët tanë, që të kenë një kujdes veçantë dhe një trajtim edhe më të mirë nëse eventualisht ndonjë nga ata preket nga kjo sëmundje. Ceka qëllimisht sepse mjekët si ju jeni heronjë të këtyre pacientëve, të gjithë ata që kërkojnë shpresën edhe me vullnet vinë edhe ju drejtohen juve. Po kjo punë shpesh nxitet edhe nga misioni për t'ju shërbyer të tjerëve pa kusht, pa orar në çdo kohë, edhe ju jeni njëri nga ata. Po si e zgjodhët fillimisht këtë rrugë që ka ju nxiti? Po, ne si student mjekësisë, shumica nga ne kemi pas dëshirë të marrim ndonjë nga lëndët internistike, sidomos grupi im i ngushtë i kolegëve dhe shokëve në atë kohë. Edhe kur na bëhet një ofertë e veçantë ose shohim që delin specializim që ka lidhje me onkologji dhe atë kohë, ky specializim duhet kryej jashtë Kosovës, me qenë se nuk ishte kuadër në Kosovë të cilët do të bëjnë një trajnim të tillë dhe ishte deficit për Kosovë. Unë së bashku me disa kolegë vendosëm që ta marrim këtë specializim dhe gjatë atij rrugtimi ne kemi pas edhe antarë të familjes, të cilët kanë qenë të smur nga kjo smundje dhe ajo pastaj kanë gjallë të na dhe një vëmendje të veçantë dhe kemi pas sa është e domosdoshme që Kosova të ketë do të shërbim të veçantë ose klinikë të onkologjisë dhe mjek specialistë të onkologjisë të cilët do të merren me trajtimin ndoshta të themi edhe të smundjeve të cilët për momentin janë më të rëndat dhe të cilët kanë një trajtim të veçantë dhe kapin një kostot të lartë dhe ka qenë shumë e domosdoshme kjo për vendin tonë. Kur flasim edhe vitin 2006-2007, ne ishim akoma pa specialistë onkologjisë ose onkologjia bëhej nga mjekët e profesioneve tjera, kirurg, internist, pulmolog, dermatolog, edhe bëhej në mënyrë parciale dhe shumica nga qytetarët tanë ose gjithë smurit nga Kosova janë trajtu në vendet tjera të rajonit dhe kjo pasaj na bëri disa nga ne, ata që i kishin fatin të marrim specializimin për herë të parë, të vazhdojmë rrugtimin dhe të përfundojmë specializimin dhe të japim kontributin në shoqërinë tonë. Para se ndajmë të specializimin, po besoj kjo dëshira për të marrë me mjekësinë ka lindë shumë më herët, që është manifestuar te ju, ndoshta përgjatë fëminisë ose më herët. Po, unë kam pas antarë të familjes që kanë pas profesionet ndryshme në lëmin e mjekësisë. Dhe ajo që më ka shtyr më shumë është pikërisht nëna dhe gjyshi, dhe gjyshi mësoj fëmijë 4-5 vjeçar. Ai ka pas dëshirë që unë njëri nga ata të kem, me që kam qenë nipi më i madh i tij të studioj mjekësinë. Ai në atë kohë një simbolike më ka vendos stetoskopin në vesh dhe e ka marrë pjesën e stetoskopit e ka qitë e zemra vetë dhe ka thonë dëgjom qa kam unë. Unë isha shumë i vogël atëherë dhe kom vazhdu pastaj dhe kam bjell atë dëshirën për mu bu mjek dhe nëna cila është marrë me shëndetësi, pra ka qenë teknike e farmacisë gjatë gjithë kohës, kam qenë afër saj dhe ju ka shërby populli dhe në jetën kohën pastaj kam vazhdu hapave të saj dhe kjo dëshirë për mjekësi është ngjallë të vllau tjetër, të dytë bashkë, ai lëmin stomatologjisë dhe motra cila pastaj ka shku profesionin e babit. Por jo vetëm mjekësinë, por në atë kohë unë kam pas pasion dhe kam luajtur futboll dhe kam pas
pasion vërtet kështu, dhe kam luajtur aktiv futboll, por një periudhë të caktuar kohore, pastaj çoj një lëndim dhe vazhdoj të merrem pak më intensitet me fushën e mjekësisë, mbaroj shkollën e mesme mjekësisë në Prizren, dhe rregjoj fakultetin e mjekësisë Prishtinë dhe me shumë pasion dhe dëshirë edhe mbarojmë në kohë optimale fakultetin, duke qenë pjesë e një gjenerate e cila ka qenë e sfiduar shumë edhe me kohën edhe të luftës, edhe do të kohën gjatë okupimit në masa të ndryshme, do të represionit ne të bëjmë dhe të vazhdojmë me dëshirë arsimimin në mënyrë që të mbajmë aty ku ka qenë finalja që të shërbejmë popullit tonë. Me qemi këtu edhe në Kosova Gjë Podcast, që flasim për natyrat e ndryshme të punës, dhe e di qysh nis një ditë e punës e juja e një onkologu që është mjaft i kërkuar. Përgjithësi, secili nga onkologët ose kolegët e mi të cilët punojnë në klinikën onkologjisë kanë një sfidë të veçantë dhe kanë aktivitet të ngjeshur gjatë gjithë ditës, disa nga ta pak më shumë, dhe dita zakonisht fillon me një takim me kolegët dhe ndarjen e detyrave dhe marrjen e obligimeve gjatë ditës, ku një fluks i konsiderueshëm i pacientëve lajmërohet në klinikë dhe pastaj fillojmë do të me ekzaminimet e duhura, do të kontrollat, ordinimin e terapive, në njëjtën kohë merremi edhe me punë tjera të cilët i kemi gjatë ditës, me cilën duhet klinika të menaxhohet së bashku, pra me ekipën e cila punon aty së bashku me krye-infermier, do të shefat, me shërbimet e veçanta të cilët kryen në klinikë, me qenë se kemi dy lloj shërbimeve, në shërbimet e kimioterapisë dhe radioterapisë, pastaj shërbimet e veçanta të psikologjisë, fizioterapisë dhe shërbimet tjera përcjellëse të cilët e përcjellin punën tonë. Gjatë pjesës tjetër të ditës, me qenë se unë jam angazhuar edhe në arsim, e ndaj një pjesë gjatë kohës mbajtjes së ushtrimeve dhe ndonjë ligjëratave me student, dhe jemi në shërbim, do të tanë kohën në menaxhim të këtyre pacientëve të cilët kanë nevojë për shërbime onkologjike dhe për të cilët gjatë gjithë kohës pra marrin trajtime të duhura në klinikën tonë. Ne vazhdimisht po flasim këtë muaj për tetorin rozë dhe kemi një vëmendje më të madhe të prekurit me kancer të gjirit, por për juve kjo nuk është vetëm një tetor, është përditshmëri në gjitha ditët e vitit, por çfarë kuptimi ka për ju ky muaj me që edhe ne bashkohemi në misionin e juaj? Po, kjo do të është një muaj i cili në Kosovë do të ka bërë jehon disa vite, dhe kjo është gjë shumë e mirë dhe kjo fal aktiviteteve të shumta të cilat janë bërë nga shoqatat e ndryshme, sidomos e para ndërtohet shoqata Jeta Vita ose qendra kombëtare për luftë kundër sëmundjeve me zonën Afie Latifi, e cila ka filluar qysh nga viti 2007-2008 të merret me këtë problematikë, me qenë se edhe vetë ka qenë e prekur në sëmundje, dhe pastaj vitet e fundit kemi disa shoqata të cilët kontribojnë në regione të ndryshme të Kosovës që të sensibilizojnë popullatën dhe të bëjnë ekzaminime dhe kontrollat të vazhdueshme që sëmundjet e gjirit të jenë të detektueshme sa më herët dhe trajtimi pastaj të bëhet sa më lehtë dhe më mirë. Ajo një tetor ne e kemi çdo ditë, pra çdo ditë pacient ose qytetarët tonë preken me këto sëmundje dhe kjo nuk duhet të ndalet vetëm në muajin tetor, po duhet të vazhdojë secilin muaj dhe secilën ditë dhe secilën javë. Dhe në këtë kuptim shoqatat për sëmundjen për ndërgjegjësim dhe trajtim sëmundjeve maline të xhirit janë më aktive dhe kanë bërë më shumti. Për këtë arsye edhe ne kemi sot edhe trajtime të veçanta për këto sëmundje, edhe diagnostikim edhe më të hershëm të sëmundjeve maline të xhirit, edhe qeverit do të qysh ka prej fillimit që nga vitet e hershme pas luftës edhe tash në Moskovë të fundit kanë bërë investime të duhura në klinikën e onkologjisë, në kuptim të infrastrukturës, pajisjeve mjekësore, shërbimeve shëndetësore, furnizimeve me bana, llojshmërisë së banave të cilët i kemi në klinikë, në mënyrë që qytetarët tanë të marrin këto shërbime të cilët janë shumë shëta dhe kapin kosto shumë të lartë të ofrohen në klinikën onkologjisë, je vetmja klinikë publike e cila bën trajtimin e këtyre sëmundjeve maline të rriturit, pra të adultët, me kapacitetet e duhura të nevojshme me të cilat klinika disponon dhe me të cilat klinika do të trajton pacientët e moshave të ndryshme nga mosha 18 vjeçare të tumoreve solid me
protokole dhe udhërrëfyz ndërkombëtar të cilët zbatohen në secilin vend të rajonit dhe Evropës. Më të si vjetme ishte që me ty fillon parandalimi edhe pikërisht do flasim se si ne mund ta parandalojmë këtë sëmundje, kush i ka predispozisat më të mëdha për tu prekur edhe çka do të bëjmë jo vetëm gjatë këtij muaji, por vazhdimisht cilat janë shenjat që ne duhet ta alarmohemi, që të bëjmë kontrolle eho apo mamografi. Atëherë ajo që është domosdoshme është që një femër e moshës 40 vjeçare të bëjë një mamografi. Do të gjithë ata që na ndëgjojnë, nëse nuk e kanë bërë këtë, ne inkurajojmë që ta bëjnë. Nuk ka asnjë dëm për shëndetin, përpos një diskomfori të vogël për gjirin, po ka një benefit shumë të madh për shëndetin e atyre personave, femrave të moshës 40 vjeç e mbi, të cilët asnjëherë nuk kanë bërë një mamografi dhe një ultrazet të gjirit. Dhe një bëjmë apel, derisa nuk aprovohen protokollet dhe screeningu nacional kombëtar i cili do të vojza do të obligonte secilën femër të kësaj moshe të krynte një ekzaminim, ato ta bëjnë me dëshirë. Kosova ka kapacitetin, shërbimet publike të bëjë mamografi në secilin qytet të Kosovës, është e pajisur mirë me aparatur, ka ekspert të cilët i lexojnë ato mamografi dhe mund për shembull jo vetëm tetor bëhet më shumë, po secilin ditë të javës, secilin muaj të bëjnë një kontroll, një mamografi dhe të vrej një ndryshim i cili nuk vrehet me metoda tjera, pra nuk mund të preket. Të vetë kontrollet. Nuk mund të preket jo vetëm nga qytetari, nga personi i cili ekzaminon gjirin, po nuk mund të detektohet as nga mjeku i cili mund ta ekzaminojë me dorë. Dhe mund ndonjëherë të mos vrehet as me një ultrazë nëse e ka bërë. Edhe kjo metodë e cila mund ta zbulojë një ndryshim që ne e kemi prezent trupin ton, por që ne nuk e kemi vrejt, do të thotë shpëtim i jetës. Pra, ne nuk duhet të frikohemi në asnjë mënyrë të bëjmë mamografi dhe ne nuk duhet të mburremi se nuk kemi qenë asnjëherë te mjeku, se kjo është gabim. Dhe të themi se te mjeku shkojmë vetëm atëherë kur kemi probleme, pra atëherë kur kemi probleme të cilet nuk mund t'i zgjidhim vetë. Por kjo është një metodë që e ndihmon shumë do të zbulimin e hershëm të sëmundjes, është realisht një lloj parandalimi dhe bën që pacienti, qytetari, i cili e ka këtë problem, sëmundjen ta ketë gati të shërueshme ose plotësisht të shërueshme nëse është në stadin 0 me një intervenim mjekim të vogël kirurgjikal. Meqense vendet e Evropës me metodat e screeningut, shumica sëmundjeve maline të gjirit gjenden në fazën e hershme 0, 1 ose 2. Në Kosovë, për fatin tonë të mirë, po jo të mjaftueshëm, do të ne gjejmë sëmundjet maline të gjirit në stadin e parë dhe dytë në 50%, derisa para 5-6 viteve ka qenë kjo më e ulët, ndër 40% ose 30% janë zbuluar në stadin e parë dytë. Ky ndryshim prej gati 20% këto viteve të fundit është një shenjë e mirë se kemi një ndërgjegjësim, vetëdijsim dhe kjo është fal këtij muaji dhe shoqatave të ndryshme të cilët merren me ndërgjegjësim, por dhe qeverive, Ministrisë së Shëndetësisë, Institutit Kombëtar Shëndetit Publik, sidomos dhe veçanërisht në radiologëve dhe sidomos dhe veçanërisht kolegëve të mi onkologë dhe shoqatës onkologëve që cilët kanë bërë ligjërata të ndryshme në qytete të ndryshme të Kosovës me grupacione të ndryshme, do të shtresa të ndryshme të edukimit shëndetësor dhe kanë bërë informata të duhura të cilët pastaj kanë motivu dhe i kanë një farforme i kanë orientu që femrat e kësaj moshe të bëjnë kontrolla dhe ne t'i gjejmë këto sëmundje në këtë përqindje mbi 50% stadet e hershme, kur edhe mjekimi është më i mirë. Pra, prap ju bëjmë apel që të bëjnë mamografi, nëse nuk e kanë bërë asnjëherë ta bëjnë. Çfarëdo moshe që kanë mbi 40 vjet, edhe ta hekim atë vesin ose atë merakun. Po merakun, jo, dhe ndërdijen tonë që ne jemi shëndosh të mirë, nuk kem nevojë me shku te mjeku, prapë ju them, pra, një mamografi e shpëton jetën nëse gjen sëmundjen në stadin 0. Dhe kjo ka ndodhur më herët kur me një mamomat mobil, me një kamion, i cili është bler nga gratë deputetet Parlamentit Kosovës viteve përpara, dhe kur janë bërë ekzaminime në disa regione të Kosovës dhe në testu femrat moshës 40 vjeçare, është pa
që në një numër të konsiderueshëm të tyre janë zbuluar disa raste. Mund të jenë 5-6 raste, 10 raste të femra të cilët nuk kanë pas fare shenja. Dhe ato fal një ekzaminimi të tillë, zbulimit të hershëm të sëmundjes, sot jetojnë, kanë pas trajtim shumë të lehtë, shumë të thjeshtë dhe mund të themi sot janë të shëruara. Për dallim prej atyre, të cilët nuk bëjnë kontrolla asnjëherë, të cilët edhe nëse vren ndonjë ndryshim nuk lajmërohen te mjeku, po e neglizhojnë dhe themi kushtimisht pritojnë me bërë. Ose për shkak të frikës, më shumë. Ato janë disa besytni ose cilat janë ndoshta ato mitet që ne duhet t'i shmangim sa i përket. Po, mitet të cilët neve si shoqëni na lejnë pak mbrapa dhe na vënë në një pozicion jo të favorshëm ose të keq në kuptim të zbulimit të hershëm sëmundjes. Meqense edhe jemi si shoqëri e tillë, e cila edhe do të kemi dalë nga lufta, kemi një edukim shëndetësor i cili vazhdimisht do të përparon dhe vazhdimisht kemi risi në këtë kuptim dhe duhet jemi në linjë me rekomandimet e shoqatave evropiane, botnore, të cilët vazhdimisht apelojnë dhe të cilët rekomandojnë se çfarë duhet bërë dhe çka është më e mira për shëndetin tonë. Pra mitet janë se nëse bëhet një mamografi mund të shkaktoj sëmundje malinjeve të xhirit, mund ta dëmtoj xhirin, mund ta dëmtoj një femër për shembull në të ardhmen që me pas ndonjë sëmundje, vetëm sëmundje të xhirit që janë të mitet të cilat nuk qëndrojnë dhe të cilët janë do të sot në botë në këtë revolucion teknologjik duhet jenë minimale ose të vogla, pasi që sot ne mund të marrim informata nga mediat, nga interneti, por informata duhet të kemi kujdes që të jenë të filtruara dhe të jenë të kujdes që se nga i marrim ato informata, se mund marrim informata edhe të gabueshme dhe ta në orientojnë në mënyrë të gabueshme, por nëse informatat i marrim ashtu siç janë dhe marrim pastaj informacione për njerëzve kompetent, ne mund të prim deri te ajo që është finalja dhe zbulimi i hershëm ose parandalimi i sëmundjes. Kur themi parandalim, ne mendojmë zbulim të hershëm, jo me parandalu kancerin, sepse nuk ka, ne mund të ndërmarrim disa veprime me të cilet dim se mund ta ulim riskun për këto sëmundje ose disa faktorë të cilët janë të jashtëm, pra faktorë të cilët kanë ndikim në sëmundjet malinje, këtë rast edhe të xhirit, pasi që është një aktivitet jo i dur fizik, ose një ushqim jo i shëndetshëm, i pasur me kalori, ose një ekspozim ndaj substancave të ndryshme në ambient punës, apo ndonjë përdorimi i disa barnave, e kështu me radhë, dhe konsumimi i duhanit, për shembull, është një faktor shumë i rëndësishëm në shfaqjen e sëmundjeve malinje. Ne këta faktor mund t'i ulim ose t'i zvoglojmë, po prapse pra sëmundjet malinje mund të lajmërohen. Edhe këtu ka rol edhe faktori gjenetik, por ne kemi bartim disa gjene të cilët i trashëgojmë dhe ne nuk mund t'i ndrojmë. Njëjtë sikurse nuk mund ta ndrojmë gjinin dhe nuk mund ta ndrojmë moshën. Atë moshë që kemi. Nëse gjinia po ndrohet. Ne, themi kushtimisht, po. Po, dhe edhe pse ndrohet gjinia, rreziku ekziston. Edhe nëse ndrojnë po në gjinin, po hormonet dhe faktorë tjerë hormonal që i ka një person, ato janë aty prezente dhe nëse ka faktorin trashëgues dhe ndërveprimin e faktorëve të jashtëm, atëherë mund të lajmërohen këto problematika të cilët kërkojnë një zgjidhje adekuate. Po do ta cekim që kanceri i xhirit nuk ka gjini, me qemet e gjinia dhe mund t'i prek edhe burra. Botën femërore. Po i prek edhe burra, ndoshta është një mesazh shumë i mirë që folën për mitet, që edhe burrat nëse vren ndryshime apo një nga këto shenjat mos hezitojnë dhe të bëjnë kontrolle. Në 100 persona femra me kancer është një mashkull dhe Kosovë kemi parafërsisht kështu situatën, pra rreth 450 femra çdo vit identifikohen me kancer të xhirit dhe nga ky numër nga 460 persona, 3-4 janë meshkuj ose burra, zakonisht moshave mbi 30-40 vjet, por këtë vit kemi edhe meshkuj të moshës 6 vjeçare, pra sëmundja atakon shumë rrallë mashkullin, po është e mundshme. Për dallim prej femrave, që është më shpesh, është tumori më i shpesh në botën femërore, dhe sipas dhënave të fundit, 1 në 8 femra mund të preket me kancer xhiri dhe ky numër do të shkojë
do të rritët incidenca sipas parashikimeve dhe mund shumë shpejt 1 në 7 femra gjatë jetës vetë mund të ketë smundje malinje të gjirit, prandaj është shumë e rëndësishme që bën kontrolla të bëhet. Kosova është një vend i vogël, me një popullat relativisht të vogël, edhe me mundësi dhe kapacitete që këto smundje t'i zbuloj herët, falë faktit se është e furnizuar mirë me aparatur në sektorin publik, të mos flasim për sektorin privat, ku dhe sektori privat është i furnizuar shumë mirë me aparatura dhe me ekspert, të cilët mund të bëjnë një kontroll, një ekzaminim korrekt, një diagnostikim korrekt dhe në këtë mënyrë ta shpëtojnë jetë. Pra, doktor, më pëlqej shumë mesazhi që dha që edhe të mos bazohemi vazhdimisht në kërkimet që i bëjmë në internet, apo qoftë me ChatGPT, por gjithmonë kur kemi dyshime të shkojmë të konsultohemi me profesionistet. Patjetër. Ekziston një thënie shumë e mirë, kur e bëjmë një kërkim, del gjithmonë ajo që ka seon më të mirë, jo ajo që është e vërteta për diagnozën që ju e keni. Është e vërtetë. Ju punoni në një sektor mjaft ndihshëm ku përveç trajtimit edhe profesionalizmit ka shumë rëndësi edhe komunikimi, por edhe ana emocionale, qoftë e pacientëve, po edhe ju që përballeni me raste të rënda. Si mundoni me balancu këtë aspekt? Në fillim do të me qenë se është e re disiplina onkologjisë dhe lëmia onkologjisë në Kosovë, po jo tjetër ka. Ne kemi pas një sfidë veçantë si profesionistë kësaj fushë, por do të viteve që është fillim nga viti 2010 e kështu me radhë, por me kohë, ne do të me qenë se ne zbatojmë rregullat e etikës mjekësore dhe duhet sillim në mënyrë profesionale, këtë e kemi harmonizuar edhe me qëndrimet e mjekut, që në kodit etik të mjekut dhe vetë profesionistëve shëndetësor, dhe është e vështirë në një kuptim me qenë se krijohet një lidhje emocionale mes pacientit dhe mjekut në situata të ndryshme. Ne dimë se me çfarë po përballemi, e kuptojmë mirë situatën dhe dëshirojmë të bëjmë më të mirën për pacientin tonë. Dhe kjo smundje është e tillë. Do të në krejt botën, do të qendrat më të mira botërore do të mund të përfundojnë me mënyrë jo të mirë, mënyrë tragjike, pra edhe përkundër faktit që ka trajtime shumë të avancuara, shumë specializuara, të gjitha formave, mos e modalitetet të trajtimit, qofshin ato kirurgjikale, qofshin onkologjike, medikamentoze, qofshin imunoterapi, qofshin radioterapeutike, qofshin të fundit si vaksin, prapë smundja mund, me qenë se qelizat e tilla janë që mund ta sfidojnë organizmin dhe ta dëmtojnë seriozisht. Dhe kjo pasaj do të na vën në një sprovë të veçantë dhe gjithmonë kur përfundojnë ashtu siç është nuk dëshirojmë, do të ndihemi jo mirë dhe kjo na do të sprovon shumë. Mirë po edhe neve ajo që na motivon vazhdimisht është edhe sukseset të cilat i shohim na te pacientarë, të cilët jetojnë dhe kanë një jetë të shëndetshme dhe misioni i onkologjisë në krejt botën është pikërisht kjo që pacientët ta kenë sa më të lehtë, ta kenë një trajtim të mirë, por prapë ju them edhe qendrat e më të mëdha botërore do të mund të ndrojë situata brenda ditës, brenda javës. Ne shohim çdo ditë pacientë qytetarë të Kosovës, të cilët të trajtohen ndonjëherë jashtë ose kanë jetuar në vende të perëndimit dhe vinë konsultat e ne, do të edhe atje shkon jo siç duhet momentet e caktuara. Organizmi është një qenje e cila ndron dhe mekanizmat të cilët i posedon mund të ndrojnë brenda një kohe shumë të shkurt, me qenë se substancat e ndryshme të cilët lirohen dhe interaksioni që ndodh mes qelizave kanceroze dhe substancat që janë ato dhe mjekimit që ne i përdorim mund të sjellë edhe efekte të tjera të cilët janë të papritura dhe mund të sprovojnë organizmin, por do të për ne si profesionistë ne duhet të vazhdojmë me qëllimin tonë, trajtimin e këtyre personave të cilët vuajnë nga kjo smundje dhe të cilët kanë një vullnet madh për jetë dhe janë motiv për secilin qytetar tonë, sidomos edhe për ne kur shohim se me çfarë sprovuan dhe si përballojnë situatat e vështira, ne jemi aty për një ndihmë, ne jemi në jetën ku me ekip,
kemi edhe profesionistë tjerë, psikologë, e cila është në klinikë të onkologjisë dhe psikologë, të cilët janë në vende tjera brenda spitalit ose qendra tjera të Kosovës, të cilët tentojnë që t'ja bëjnë sa më të lehtë, ta motivojnë dhe t'i japin do të kuraje më shumë që përballë kësaj sfide të dalin në mënyrën më të mirë të mundshme. Si mendon që ndikon edhe aspekti psikologjik në gjendjen e pacientëve? Unë mendoj që është shumë e rëndësishme që jemi edhe në muajin, sot është edhe dita botërore e shëndetit mendor. Është shumë, ka ndikim shumë të madh aspekti psikologjik, kjo edhe nëse e shohim në aspektin e funksionit trupit ton. Sistemi jon imun punon më mirë kur ne jemi në aspekt psikologjik më të fortë. Kjo vret edhe në çfarëdo situate të rëndë cilën ne mund ta kalojmë, personat të cilët janë në aspektin psikologjik më të fortë e përballojnë më lehtë. Pra, çësia dhe trajtimi është edhe më i mirë, më benefit prurës të personat të cilët do të mund ta motivojnë veten me ndihmë normal nga jashtë, nga ekspertët e fushës, dhe do të duke kriju në ato kushte edhe substanca do të fiziologjike në trupin ton, duke kriju edhe qeliza të veçanta, duke i rrit numrin e atyre qelizave dhe këtyre substancave kimike të cilët tentojnë të t'i shkatrojnë qelizat e këqija. Pra motivimi dhe aspekti mental ka rëndësi të veçantë dhe ne tentojmë ta bëjmë më të mirën, jo vetëm si profesionist në kontakt me pacientin, duke i tregu se çfarë do të presim gjatë trajtimit, edhe pse ka pacientë të cilët ka jo pak, por shumë të cilët e dinë kur vinë të ne se çfarë kanë, çfarë do pra janë të informuar. Po, kanë informacione, përpara ka qenë më ndryshe. Por edhe pse kanë, ka edhe një a mendon që është më mirë të kesh informacione, se ndonjëherë mund të kesh edhe të gabuar, apo më mirë të është mirë të kesh informacione dhe pastaj të marrësh informacionet e duhura, ti bashkëbisedosh edhe me profesionistin e duhur, me psikologën dhe me mjekun, duke filluar nga mjeku familjar dhe specialisti i onkologjisë, se cilat janë ato të mirat dhe të cilat mund të ndodhin gjatë mjekimit. Akoma kemi për fat keq në Kosovë, kur ne kontaktin e parë kemi me familjarin e pacientit dhe pastaj me pacientin tentojmë në farë forme të japim informacion që t'i tregojmë se çfarë bëhet fjalë, meqense akoma prapë të jemi të personat e parë që japim informatën se çfarë dhënë pacienti, ai kalon 2-3 hall, ka dhe në fund janë të ne në onkologji, ndoshta ndonjëherë vjen sa për informacion dhe nuk e di se du të filloj për me u mjeku, e mjekimi ka dhe i ka të mirat e veta, ka rreziqet e veta dhe i ka benefitet e veta dhe në aspektin psikologjik kjo ka shumë vlerë dhe shumë impakt në shëndet të pacientit, pra, mirëqenjet ti. Dhe kjo na sfidon edhe neve, dhe dhënia informatës ka qenë shumë sfidë, vazhdon të jetë sfidë për ne, pasi kur i thu dikuj ki këtë sëmundje, dhe e merr ato ndonjëherë kur nuk është i përgatitur si diçka të jashtëzakonshme, dhe ne tentojmë, kemi pas raste në karrierën tonë kur është dashur të marr një koma gjatë disa javë. Për ta pranuar. Për ta pranuar, smundjen e vetë se çfarë është, për ta pranuar pastaj, për ta rivlerësuar, diskutuar me ne, me anëtarët familjes, me ekspert tjerë, ndoshta edhe për ndonjë mendim tjetër se a është e duhura mjekimi apo duhet bëhet diçka më shumë mirë që ai pastaj të vazhdojë të jetojë, të trajtohet dhe të vazhdojë jetën normal në familjen e vet, në rrethin ku jeton dhe profesionin e vet. Pra ju tregu që jeni nxit edhe keni pasur si grup i miqve, jeni nxitur që keni pasur edhe familjarë që janë përballur me këtë sëmundje. A ju ka ndodhur të keni persona të afërm qoftë miq që janë përballur dhe si ka qenë për juve ky rrugtim? Po, kam pasur për fillim për viteve kur kam qenë specializant dhe kemi humbur një anëtar të familjes, vëllain e shoqës. Ka qenë këtë fillim ajo, pastaj ana ka motivuar me po këta. Sot unë kam dy anëtar të familjes që i mjekoj, edhe Dajën edhe Axhen, dytë janë duke mjekuar te ne, dhe në Kosovë, aty në klinikën tonë, bashkë me kolegët tonë. Edhe normalisht vazhdojmë të mjekojmë një sikur se qytetarë tjerë, kom mjeku për fat. Do sprovu me këtë smundje, fat jo të mirë, shok, familjarë të kolegëve, shok në gusht,
disa janë gjallë, disa edhe nuk janë sot, edhe përkundër insistimet tona dhe kjo është shumë sfidë për ne. Kjo është diçka e veçantë, momentet caktuar me jemi njerëz dhe emocionet shpesh edhe na tradhtojnë. Por sa është e rëndësishme të tregu që dhe ju në rrethin e ngushtë jeni përballë, sa është e rëndësishme edhe rrethi të jetë i përgatitur edhe të mbështes. Po flasim edhe për vendet punës, me shumë disa edhe vazhdojnë aktivitetet e tyre, angazhimin e tyre. Sa është e rëndësishme edhe ne si koleg, ne si shoqëri, familjar, të mbështesim edhe të dim hapa të duhur për të bërë më të mirën. Personat të cilët janë të sprovuar nga kjo sëmundje, ata gjatë trajtimit kanë do të kenë disa kushte pak më ndryshe, do të kenë disa lehtësime në punë, por gjatë gjithë kohës ata mund të marrin trajtimin varësisht për llojit të sëmundjes dhe mund të vazhdojnë punën në formë korrekte, të japin kontributin e vet me lehtësimet normale që do t'i ketë, sidomos gjatë fazës intensive të mjekimit, dhe do të përkrahen nga familja, nga shoqëria, nga vendi i punës ku janë, sepse janë të barabartë me ne dhe mund të japin kontributin pa asnjë hezitim ose mungesë, ndoshta ndonjëherë edhe më shumë dhe më mirë se sa personat të cilët nuk janë të sprovuar nga kjo sëmundje dhe duhet të vazhdojnë komplet jetën e tyre në mënyrë normale, sidomos edhe ata të cilët e kanë tejkaluar ose janë në ndjekje nga mjeku i vet, dhe t'i shohim si heroj të vërtet gjallë të cilët janë motiv dhe shpresë për ne që të vazhdojmë ta luftojmë këtë sëmundje. Kosova si vend i vogël, duke marrë rekomandimet nga vendet e zhvilluara të cilat janë duke bërë përpjekje maksimale për llojet e terapive të cilat janë hulumtime të gjejnë kurën adekuate për këtë sëmundje, në mënyrë që kjo sëmundje të shndrohet në sëmundje kronike dhe njerëz të mbijetojnë ose të kalojnë një kohë gjatë me këtë sëmundje derisa të plaket organizmi edhe kështu me radhë. Kjo është qëllimi i mjekësisë moderne, cila shkon në këtë kuptim dhe ka ndruar dot prej viteve më hershme 60-70 pas luftës së dytë botërore deri tash, të cilët do të njerëz ka që jetojnë më gjatë me trajtime adekuate, pa këto trajtime do të kishin pas trajtim ose jetë gjatësi më të shkurtër, po prapë edhe përkundër trajtimeve moderne, edhe përkundër trajtimeve të sofistikuara, jo vetëm Kosovë, po edhe në secili vend të rajonit kur ajo mund të shkoj me pasojat të këqija, ndodh edhe te ne, ndodh edhe tjetër po ndodh që ato janë gjëra të cilat ndodhin te një organizëm i cili është i çdo organizëm është ndryshe. Cilat janë ndoshta ato mësimet më të mira që keni marrë gjatë karrierës ose ndonjëherë i quajtë si herojnë të vërtet çka mësoni ju nga vetë pacientët? Do të provat e ndryshme të cilët i kemë pacientë gjatë kohës kur ata kanë trajtim, kur ndonjëherë diçka ndron, kur ndonjëherë diçka nuk shkon siç duhet, por edhe në anën tjetër kur diçka shkon mirë, edhe kur do të ne e përkrahim atë dhe e monitorojmë, e shohim se cila është ajo e duhura, duke u bazuar në fakte shkencore dhe duke pa se cila është forma dhe rruga më e mirë e qasjes ndaj kësaj sëmundje dhe monitorimit dhe përcjelljes së kësaj sëmundje, e cila sëmundjes bashkë me sëmundjet e zemrës akoma mbesin shkaktar kryesor të mortalitetit në botë dhe kjo do të kërkon një sfidë të veçantë dhe një përkushtim të veçantë në trajtimin dhe monitorimin e saj. Me qeni ndjen ndër emrat me të lakuar dhe mund na dëgjojë dikush që i hyn kësaj mjekësisë apo qoftë onkologjisë, cilat mendon që janë ato tipare që bëjnë një mjek një hero të përditshëm te pacientët? Një mjek do të përgjithësi vetë fakti që zgjedhin me studiu një element të tillë është një sfidë e veçantë, meqense kërkon kohë, përkushtim, angazhim, sfida prej momentit kur fillon studimet e mjekësisë e deri në përfundim themi të jetës së një mjeku, do të i cili mjek një herë derisa të vdes është mjek. Do të edhe kur mrin moshën e pensionit, edhe pas pensionit. Meqense unë kam profesor shumë të cilët kanë dalë në pension, por kanë dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm në mjekësinë kosovare, mjekësinë shqiptare të Kosovës. Do të tash të cilët vazhdojnë me dhënë përkushtim, trajtojnë pacient dhe ne i kemi model dhe shembull se si duhet bëhemi ne, duke përcjell ata, me qenë se ata kanë qenë edhe kanë studiu edhe në kohë më të vështira,
në kohë kur ka pas minimalisht kushte për me studiu mjekësinë, sidomos për shqiptarë. Ka qenë shumë sfidë që dalin mjekë shqiptarë nga kushtat dhe rrethana të cilët kanë ekzistuar në ato kohë, dhe sot shohim student tanë mjekë të ri, të cilët kanë suksese veçanta në vendet e Evropës, të cilët na bëjnë krenar neve, që ne si pjesë e jona e shqiptarëve në Kosovë të jenë edhe krenaria jonë, që se ka dalë nga ky popull, i cili ka qenë shumë i vujtur dhe sot jep ekspert me vlera, se cilin vend ku kanë shku ata në vendet e perëndimit, edhe disa nga ta dhe kanë fillu me u kthy në Kosovë, me dhënë kontribut, dhe se cilin drejtim lëmit mjekësisë, pra një pjesë e tyre në sektor publik, një pjesë sektor privat, por gjithsesi që qytetarët tanë të marrin shërbimet e duhura në vendin e vet. Më tregu që ju jeni angazhuar edhe si profesor, pra jeni përballë edhe studentëve, përveç aspektit profesional, dijeve, teorive, cilat janë edhe ato porositë, mesazhet që mundoni m'ia përcjell gjeneratës së re. Ne do të përposa asaj që e kemi obligative do të gjatë dhënjes së mësimeve të duhura, do t'i motivojmë që të vazhdojnë në një rrugtim të veçantë, i cili është i gjatë, është plot me sfida dhe ta bëjnë në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse të zgjedhësh mjekësinë do të thotë të zgjedhësh një profesion shumë human, shumë e vlerë, por edhe cili ka edhe sakrificat e veta dhe gjithmonë do të përposa asaj thelbësorës që është trajtimi i pacientëve, edhe një të anë të jep një satisfaksion ta bësh në mënyrën më të mirë të mundshme, do të ato që është profesioni i mjekut të jepësh kontribut veçantë në lëmin ku je. Dhe kështu të jemi ne, do të secili qytetar në jonë, sidomos i Kosovës, do të jetë maksimumin në profesionin ku është, në mënyrë që shoqëria jonë Kosova janë shumë përpara. Faleminderit shumë për gjitha këto mesazhe. Nëse do të kesh një mesazh edhe për fund edhe gjatë këtij muaji për gjithë ata që po na dëgjojnë, na shohin. Patjetër, do të pra të gjithë ata që na dëgjojnë, është një e vërtet që smundjet i kemi prezente, por trajtimi i tyre kërkon do të një kujdes veçantë në edukimin tonë shëndetësor dhe në një vedisim më të mirë, ndërgjegjësim më të mirë dhe një kontroll më të shpeshtë te mjeku, duke mos paragjyku, duke mos neglizhu asnjë situatë, por duke shku me plot dëshirë, me vullnet, në mënyrë të menjëhershme nëse ka nevojë dhe të mos anashkalojmë sendet ose gjërat të cilat mund të jenë fillim të vogla, po me kalimin e kohës të bëhen të mëdha, të na rrezikojnë shëndetin tonë. Mua më pëlqen një status që përsëritni vazhdimisht i takimit me një grua e cila vazhdimisht është e buzëqeshur dhe me një motivim të madh për jetën, që kjo buzëqeshje dhe ky motivim na rrezatoi, na përcjell edhe neve. Patjetër, këto i kemi ne, i shohim edhe në klinikët e ne, sidomos kur i kalojnë trajtimet, do të që pacientë tanë, edhe pse janë të sfiduar nga smundja dhe nga tretmani, prapse gjejnë buzëqeshje dhe vazhdojnë jetën duke qenë duke pranuar realitetin dhe duke qenë motiv për tjerët se si duhet vazhdohet të luftohet me shëndetin, të luftohet me smundjen për shëndetin tonë dhe të japim kontribut aty në shoqërinë tonë. Faleminderit shumë për gjitha këto mesazhe. Pra, po përmbyllim me mesazhin e juaj që kujdesi është mënyra më e mirë e forcës dhe këtë ta vazhdojmë jo vetëm gjatë muajit tetor, por edhe gjatë gjithë ditëve të tjera. Ishte kënaqësi.